Jemi rikthyer në studio pasi kemi ndjekur edhe bllokun e parë të marketingut. Unë siç e paralajmërova që nga hapja, kam shumë kënaqësi që në intervistën e saj të parë në Maqedoni, në vendin e saj, të realizoj pikërisht në Prizma. Ajo është një repartiste e cila ka bërë një kthesë të madhe në jetën e saj, nga futbolli ka kaluar në industrinë e muzikës, por që unë e përmenda edhe pak më herë, tash mua më pëlqen fakti që ajo ka ditur nga fillimi që të pozicionohet dhe ka pasur një start shumë të fuqishëm. Unë jam e sigurt që tash kur ta shihni erën, por edhe kur t'ja ndëgjoni këngën, do t'ju kujtohen sepse është bërë virale në TikTok dhe në rrjetet sociale kënga e saj e fundit. Era, është kënaqësi që të të kem sot në Prizma. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Unë kisha shumë dëshirë të të kem, edhe pse disa nga intervistat i ke dhënë në Kosovë, por tash ne ta kemi eksklusivitetin për Maqedoni. Kënaqësi të të kemi. Mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësia është gjithë e imja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që erdhe. Era, dua ta nis pak rrugtimin tënd në fillim, nga sporti bëre kthesë në industrinë e muzikës. Si kështu? Do të thënë se sporti dhe muzika nuk është se kanë ndonjë lidhje shumë të prafërt njëra me tjetrën, arti dhe sporti. Si ndodhi që ta bëje këtë kthesë nga futbolli konkretisht? Pra Era është ish futbolliste dhe tashmë një këngëtare, një repartiste e re në industrinë e muzikës. Si ndodhi kjo kthesë në jetën tënde? Do të thënë unë kam luajtur futboll që nga mosha 6 vjeçare. Okej. Po ashtu edhe kam shkuar edhe në shkollën e muzikës, do të thënë të dyja e kam bërë në të njëjtën kohë. Kam luajtur edhe në reprezentacionin e Maqedonisë, mirë po aty pësova një lëndim dhe ishte më arsyeshme që ta lë futbollin, sepse ashtu është kështu në Maqedoni, dhe u fokusova më shumë tek muzika. Dhe mendoj se është një zgjedhje që e kam bërë mirë, do të thënë nuk i kam ra fare pishman se kam zgjedhur muzikën. Po e mira qenka që ti paralelisht i pas ke zhvilluar të dyja, nuk është se pastaj e ke zgjedhur muzikën, por ti të dyja i ke mbajt afër njëra tjetrës. Po, do të thënë ka qenë pak e vështirë në fillim kur kam qenë fëmijë, mirë po më ka pëlqyer ajo jeta dinamike, do të thënë në futboll, pastaj në shkollë muzikës. Ke qenë gjithmonë që fëmijë kështu Era, më aktive, e prind ndaj sportit, e kështu me radhë. Po, kam qenë shumë e gjallë, do të thënë nuk kam hyrë në shtëpi prej obligimeve, do të thënë që kam shkuar shkollë muzikës, futboll në shkollë, edhe kam mësu deri diku, mirë po më shumë e kam pas fokusin te futbolli dhe te muzika. E përmende pas lëndimit, nuk isha zgjidhje tjetër përpos se të largohesha nga sporti, sepse kështu është në Maqedoni. Pse e the këtë? Era, ke ndjenë ndonjë moment dëshprimi nga sporti? Po, nuk është se ka shumë mundësi për vajzat për futboll, do të thënë këtu në Maqedoni, nuk është si te djem. Dhe kjo më dëshpëroi pak sepse nuk mund ta arrij atë që unë doja ta arrij, dhe kështu që vendosa që ta lë. Do të thënë ishte vendimi më i mirë për ta lënë. E qartë. Aktualisht përveç muzikës ti edhe studente e inxhinierisë, nëse nuk gaboj, apo? Faktikisht kam qenë deri vitin e kaluar, po për shkak se doja të fokusohesha në muzikë, e ndrova drejtimin në biznes part-time, që ti më fokusuar në muzikë. Pse kërkonte shumë impenjim inxhinieria? Po, inxhinieria është shumë drejtim i rënd, edhe biznesi është, mirë po part-time është ndoshta biznesi lidhet ngushtë pastaj edhe për ta menaxhuar më mirë karrierën e kështu me radhë. Po, e kam menduar edhe këtë për atë arsye. Bukur shumë. Tani dua të nis nga projekti yt i fundit që bëri buj realisht. Mund të them që ishte një highlight nga këngët që i ke lansuar, 3 këngë nëse nuk gaboj deri tani ke lansuar. Sus është projekti më i ri. Më thuaj si u prit nga publiku dhe i ke te kalu pritshmëritë që i ke pas nga ky projekt, apo ke ende pritshmëri në projektet e radhës, sepse nga ajo çfarë ti ke sill deri tani, mendoj që nuk e dim çfarë të presim nga Era. Një këngëtare interesante, një artiste interesante. Do të them prej Susit është më mirë se sa e kam prit. E kam prit pak më ndryshe, mirë po njerëzit e kam prit shumë mirë. Është më rap, e përzier edhe kam kënduar aty. Mirë po është më këngë për klabe, për kështu për me kërci. Si që shë edhe vetë jam vesh edhe ma gjanë, ashtu e kam stilin. Është kjo stili yt Era? Stili që të përfaqëson ty ajo çfarë ti je brenda? Po. Do të thënë, mund të edhe prej këtu të dallohet se kam luajtur futboll. Ndoshta vjen shikim pa. Nga qëndrimi, nga lëvizjet, po, besoj që po. Mirë po është prit shumë mirë nga publiku, edhe shpresoj që të kemë edhe projekte tjera që priten akoma më mirë. Shumë mirë. Unë e thash, po e ripërsëris tani, sigurisht që kemi shumë artistë, ne po shohim që vazhdimisht kemi prurje të reja në industri, por është shumë e rëndësishme të dish se si të depërtosh në industrinë tonë. Mu më duket se ti e ke gjetur diku sekretin, cilat kanë qenë ato dyshimet e para që ti i ke pas kur vendose që
sigurisht të hyje këtij biznesi, kësaj industrie dhe këtij tregu, cilat kanë qenë ato dilemat e para që ti ke pas, ndoshta a do arrije aty ku ti ke synim, a do arrije të depërtoje kështu me radhë, sepse besoj kjo është pjesa më e vështirë për artistët e rinj. Faktikisht unë kam pasur shumë problem të këndoj, kështu edhe t'ju tregoj njerëzve se di të këndoj, nuk e di pse e kam pas atë. Ke pas ndonjë ndrojtje? Po, shumë ndroj edhe e kam pas shumë probleme edhe të tregoj. Mirë, po një ditë vetëm kështu më kthy thash unë do këndoj, do e bëj këtë punë, edhe e kam hyrë me shumë zemër, domethënë nuk ka gjë tjetër që dua ta bëj përpos kësaj. Edhe shpresoj që me punë t'i arrit gjitha ato që kam plan për t'i arrit. Faktikisht kemi shumë plane me ekipin, me menaxherin. Mendoj se menaxheri edhe producentët janë ata të cilët më shumë ti mund të të ndihmojnë. Jemi faktikisht për ta finalizuar me një studio në Prishtinë, për të punu për një kohë më gjatë, me një producent i cili ka këngë të cilat janë ndërkombëtarisht të njohura. Po nuk dua ta tregoj emrin. Nuk po e zbuloj, po nga është surprizë dhe shpresoj që kem sukses. Unë nuk e dyshoj as pak që ky bashkëpunim do sjell ndoshta edhe kryevepra si nga këto që i përmendet ti që tashmë edhe ndërkombëtarisht janë dëshmuar. Unë para se të vazhdojmë bisedën nuk e di pse kënga Sus po më pëlqen shumë dhe për të shtu pak alegri studios ton, do ta ndjekim këngën dhe pastaj rikthehemi bisedën, po edhe pse jo t'ju sillim atmosferë pak në shtëpitë tuaja, gjithë juve që po na ndiqni. Era, po më intereson cilat kanë qenë komentet e para, ndoshta nga miqtë e tu të afërt, nga familjarët, të cilat besoj që tashmë ty do të mësohen me këtë fakt që ti ke zgjedhur ti je person publik dhe do ju duhet pak kohë derisa ta ambientohen tashmë me krejt ato që po vjen nga ti. Si është pritur jo vetëm ky projekt, po nga projekti i parë? Është pritur shumë mirë, domethënë kam pas mbështetjen e familjarëve, shoqërisë, rrethit, e cila vetëm motivon më shumë për të punuar edhe projekte tjera. Gjithmonë domethënë e kam pas mbështetjen qere për çfarë do lloj gjëje që kam bërë, e kam pas mbështetjen e familjarëve dhe mendoj se ashtu do vazhdoj. Patjetër, kjo është shumë e rëndësishme. Po nga familja jote je artistja e parë, tashmë e dëshmuar që i ke hyrë muzikës ose e ke trashëguar nga dikush ndoshta talentin për muzikë, për art? Faktikisht edhe daja im ka qenë këngëtar në grupin Sindrom, po. Edhe ai është motivuesi më i madh për krejtëve, domethënë. Edhe e dëgjoj shumë kur më flet edhe kur më jep këshilla edhe gjithçka. Pra i ke me rëndësi këshillat e tij. Po. Okej. Të flasim pak për videoklipin, për bashkëpunëtorët që i ke pasur, tekstshkruesin, muzikën, krejt njerëzit të cilëve ua ke besu këtë projekt. Domethënë, kjo këngë është bërë në studion e Skerdit. Teksti është shkruar poshtu nga Skerdi. Klipi është realizuar në Prishtinë, disa vendet ndryshme, nga Mars Studio. Një pjesë është prej lart që është kapur në qytet prej katedrale lart, pastaj një vend është kjo pjesa këtu, është një banesë e vjetër. Unë kur kam në fillim e kam thënë çka është kjo, mendej me drita, me ato është rregullu. Edhe jam shumë e kënaqur me këtë projekt. Jam kënaqur shumë edhe tu e bë, edhe energjia në set ka qenë shumë e mirë edhe kjo. Edhe duke qartë kjo në fakt që ka pasur një energji në krejt. Sigurisht edhe po vajzat janë nga Maqedonia ose nga Kosova? Nga Kosova. Nga Kosova, se tash mos janë ndoshta mikeshat e tua nga këtu. Okej. Ke zgjedhur të depërtosh si repartiste. E mendon ta mbash këtë zhanër që do të identifikoj ty era ose kem plan që pastaj edhe të luash, ndoshta të eksplorosh veten tënde si artiste në vazhdimsi, si ke zgjedhur që pastaj ta përfaqësosh veten? Unë jam e hapur domethënë për zhanra, dua që t'i provoj derisa ta gjej veten te ajo që e pëlqej më shumë edhe ajo që unë personalisht e kam qejf, po ashtu edhe publiku. Jam domethënë e hapur edhe do eksploroj, do eksperimentoj të shoh se çfarë është më mirë. Okej. E dim që shumë me rëndësi është edhe pjesa e bashkëpunimeve. Zakonisht kur zgjidhet ndoshta personi i duhur për të bashkëpunuar, edhe mund të jetë edhe mbarësi për ty. Ke menduar për ndonjë bashkëpunim të mundshëm, nuk e di, ndoshta me ndonjë artiste ose ndonjë këngëtar, se di si janë planet e tua? Po, unë jam e hapur për bashkëpunime, domethënë me artista, por nuk kam zgjedhur akoma, nuk kam
finalizu diçka ose nuk jam dakordu për diçka, mirë po jam e hapur për bashkëpunime. Okej. Herën e parë ta thash dhe prapa kamerave para se të nisim bisedën, thash që këngën tënde e kam dëgjuar spontanisht, domethënë nëpërmjet TikTokut, videove që është përdor kënga yte dhe më ka tingulluar, nuk e di pse si tajna. Është mendimi im ky. Ta ka thënë edhe dikush tjetër që ndoshta stili yt, nuk e di, ngjyra e zërit pak edhe mënyra se si ti këndon, performon, mua më ngjason pak me stilin e tajnës. Po, ma kanë thënë, mirë po, nuk e di, unë mendoj se është komplet stili im. Jo komplet, se normal ne marrim frymëzim nga shumë artistë, mirë po, kam marrë frymëzim më shumë nga artistët që jetojnë jashtë vendit, domethënë në Amerikë, në Angli dhe kjo. Kush mund të jenë ato artistët që ty të kanë frymëzuar ndoshta në stilin tënd, muzika me cilën ti je rritur, sepse besoj që edhe kjo është një frymëzim në vete, që ti pastaj rrugës edhe ndoshta do ta përdorësh në projekte të ardhshme. Unë domethënë jam rritur me shumë artistë kur kam qenë e vogël, më shumë kam dëgjuar muzika amerikane, Adele, Drake, shumë artistë tjerë, edhe po ashtu edhe Travis Scott, edhe shumë artistë tjerë, mendoj se prej atyre secilit ka marrë diçka që unë e kam pëlqyer më shumë edhe e kam bërë për vete. Okej, po nga artistët shqiptar ke emrat preferuar të cilët i pëlqenin, ndjek? Po, i kam gjithë preferuar, nuk është se kam ndonjë preferencë për dikë më shumë ose për dikë më pak, mendoj se gjithë janë të mirë në atë punën që e bëjnë. Bukur shumë. Era të vish nga një qytet si Tetova, një qytet i vogël do thoja, që nuk ka, sa di unë, një rap artiste shumë të dëshmuar, është mban përgjegjësi me vete që ndoshta ta përfaqësosh jo vetëm qytetin, por edhe vendin tënd, sepse në një intervistë ke thënë Kosova është afër dhe synoj Kosovën, pra sigurisht tregu është atje. E ke një përgjegjësi në vete që ti jesh ajo rap artistja që do ta përfaqësosh qytetin tënd, vendin tënd në Kosovë, pse jo edhe Shqipëri? Po, normal, do me thënë është përgjithësi në vete. Unë shpresoj që jo vetëm Kosovë dhe Shqipëri, po edhe ndërkombëtarisht ta përfaqësoj vendin tim. Po, mendoj se me punë, me gjithçka arrihet dhe të shohim se si do rrjedhja. Po. Mua më pëlqeu fakti që the e kam pas gjithmonë në mbështetje familjen time në çdo vendim që unë kam marrë, edhe në muzikë. Cilat janë rezervat ndoshta më të mëdha të familjes tënde, sepse jete shumë e re në moshë, po e mira është që ke zgjedhur nga fillimi të kesh menaxher, të kesh njerëz të cilët do kujdesen ndoshta për çështjet teknike me të cilat nuk ke nevojë të lodhesh ti. Çfarë kanë ata dilemë ndoshta si prindër për depërtimin tënd të hofshëm të shpejt në muzikë? Ka ndan ndonjë këshill para se të filloje të thonë era bëje këtë, të lutem vetëm mos shkel ndoshta vijat kuqet që ne i kemi si familje kështu me radhë. Sendi vetëm që më kanë thënë është me mend. Okej. Do me thënë po, me mend kokë, ti e din për me mend. Do me thënë nuk është se më kanë thënë diçka konkrete, mos e bëj këtë, mos e bëj atë, por me mend, ata më kanë eduku fatmirësisht. Dhe unë e di se çka është për mua limiti, çka mos bëj, çka të bëj. Dhe kjo. Po, patjetër, ne këtu duhet ta themi që një rol shumë të madh ka në ndërtimin profesional dhe frymëzimi familjar. Mund t'i marrim shembuj edhe pse të lindurat të rritura jashtë, Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, sërish kanë pasur atë frymëzimin e prindërve shqiptar. Dhe kjo flet shumë për shpërtimin tashmë të vajzave dhe të grave ndërkombëtarisht. E ndjen edhe ti që e ke këtë fuqi ndoshta me vete? Vetë faktin që ke mbështetje kaq të madhe nga familja. Shpresoj se po, pse jo. Shpresoj se po. Jo rastisht i përmenda këto emra, sepse edhe ato kanë nisë nga diku dhe tashmë janë emra sigurisht të dëshmuar në krejt botën. Po, shpresoj që me punën që do bëj, t'jem e aftë që t'i arri është, do me thonë, ajo është ëndër për mua t'i arri hapa që i kanë arrit ato. Mirë po të shohim, ndoshta besoj se po. Unë e kam atë besim vetë, mirë po të shohim. Bukur shumë. Po tani me sportin si i ke punët era, tashmë me shumë angazhime. Me sportin, vetëm prin televizor. Do të sporti më ka ngel në vend të tretë, a? Po, në vend të tretë, 4, 5. Po me qenë se duke shumë bukur, shumë fit, të ka ngel kjo sigurisht nga koha e sportit e kështu me radhë, tani merresh me fitness ose diçka tjetër? Po, merrem me fitness, mendoj se sporti është disiplinë vete. Edhe ka disa parime të cilat unë prej kur kam qenë e vogël akoma i kam. Edhe mendoj se sporti definitivisht më ka ndihmuar për ato. Edhe vazhdoj, do me thonë, merrem me fitness, dal eci, vrapoj, do me thonë.
trupi shëndetshëm është... Patjetër, po. Mos ta lësh anash as shëndetin tënd, që është shumë e rëndësi. Pastaj përqendet edhe produktive në muzikë kështu me radhë. Unë kam parë nga rrjetet sociale që je një vajzë që shëtit shumë, të pëlqen të shëtitesh në vende të ndryshme, por edhe ke fotografi të bukura artistike, cilat kanë qenë nga vendet e fundit që i ke vizituar dhe që ndoshta të kanë lënë ashtu mbresa. Vendi i fundit që e kam vizitu kanë qenë Sevilla, në Spanjë. Okej. Dhe me thonë, kam shku edhe për punë, edhe për qef. Kam shku faktikisht 2 herë këtë vit. Edhe është vendi që më kalon më shumë mbresa për këtë vendeve që kam qenë. Prandaj kam shku 2 herë. Për çfarë të kalon më shumë ti mbresa? Po vendi si vend ka qenë faktikisht i okupuar nga arabët. Dhe arkitektura arabe është shumë e dukshme për pjesët e qytetit. Nuk është e përzirë, me thonë, spanjolle dhe arabe, dhe ajo më kalon më shumë mbresa. Okej. Zakonisht kush janë, sepse është shumë e rëndësishme të kesh një travel buddy, dikush që të përshtatet edhe ty, mos jetë nga të persona që flen herët ose kështu të përshtatet në eksplorimin e vendeve. Kush janë miqt të cilët zakonisht janë bashkë me erën në këtë udhëtime? Shoqet edhe vajza e Axhës, do me thonë më shumë ti me vajzën e Axhës, bëjmë plane për të çetit, për të shkuar në vende. Okej, po për përzgjedhjen e veshjeve tashmë edhe këtë pjesë do ta kesh shumë të rëndësishme. Ke dikë që ja beson ndoshta edhe ja kërkon atë aminin e fundit të them për paraqitjet e tua tashmë të videoklipeve edhe ato skenike që uroj ti kesh tashmë edhe në pjesëmarrjet e tua. Po, unë marr mendim për krejtve, mirë po mendimin e fundit, do me thonë fjalën e fundit e ka gjithmonë mami. Okej. Gjithmonë, do me thonë atë gjoj për çfarë do lloj, po për veshje sidomos atë pyes, do me thonë gjithmonë e kam pyet. Po keni stil për afërt, bini në dakordim pastaj për të kombinuar ose? Po, do me thonë, e kemi deri dikut për afërt, mirë po, unë e kam stilin tim, ajo stilin e vetë, mirë po gjithmonë mep ose kritika, ose këshilla, bane kështu, veshe këtë me atë, ose edhe e gjë gjithmonë. E bukur kjo, ta kesh mamin edhe stiliste. Po. Era nuk është se kemi shumë festivale, por disa prej tyre janë festivale të mëdha që ndoshta në të ardhmen unë mendoj se ti do kishe mund ta gjesh veten shumë mirë në Këngën Magjike. Ke plan ndonjëherë të marrësh pjesë në një festival ose tani ke tjera prioritete? Faktikisht nuk e kam mendu këtë pjesë, do me thonë për Këngën Magjike. Sepse festivalet e kanë atë fuqi ndoshta edhe më shpejt me avaz më të madh të ngritin një artisteri. Po, por nuk e kam mendu, kam planet tjera, cilat normal janë surprizë se s'du t'i tregoj, mirë po kam pritshmëri më të mëdha se Kënga Magjike edhe pse e vlerësoj shumë. Okej, bukur shumë. Ne do të kthehemi me erën pas pak, mirë po do ta ndjekim edhe bllokun e dytë të marketingu dhe do të kthehemi sigurisht për ta përmbyllur këtë pjesë të bisedës shumë të bukur të realizuar me të. Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit për ta përmbyllur bashkë edhe me Erën këtë bisedë që ishte shumë e këndshme dhe shumë pozitive. Era, unë nisa shkurtimisht e përmenda faktin që kënga yte e fundit dhe këngë tjera janë bë virale në platformën tashmë më të madhe, që do thoja platformë e TikTokut, që së fundmi ka nisur të bëhet edhe një njësi matse e suksesit apo për të nuhatur nëse një këngë do bëhet hit ose jo. E ke pas këtë pritshmëri apo je befasuar nga fakti që kënga yte është marrë nga aq shumë njerëz dhe është përdorur, është shndruar në këngë virale? Jam befasu me tregu drejt, mirë po më vjen shumë mirë që njerëzit e dëgjojnë, do me thonë ajo është shumë kënaqësi e madhe për një artist që njerëzit tjerë t'ja dëgjojnë këngën ose t'ja dinë, do me thonë e vlerësoj shumë, edhe një faleminderim edhe për DJ-t cilët e kanë lishu këngën time në për klube, do me thonë ajo më bën të njihem shumë mirë. Okej. Po ne shpresojmë që tani të kesh edhe ftesa për të qenë ndoshta pjesë e klubeve të njohura si në diasporë, në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Por e ke prit, më intereson reagimi yt i parë në momentin kur e ke pa që kënga po përhapej, po merrte këtë jehon gjithandej. Ajo ndjenja e parë ishte në vetdijen tënde thoje, okay, ja dola, domethënë momenti i parë po hy mbarësisht në industri. Si ka qenë ajo emocioni yt i parë? Ajo ka qenë shumë eufori, domethënë unë nuk mund që ta besoj, edhe isha pak humble ashtu, thoshe, jo bese e kom ditë, po mirë po e kom vlerësuar shumë, domethënë, edhe faleminderim edhe për familjarët cilët më kanë mbështet, edhe gjithmonë kanë dhënë motivim, dhe shpresoj që edhe me projekte tjera të mundem jo atë sukses, po jo shpresoj edhe ma shumë. Edhe ma shumë, edhe ne urojmë shumë. Era, më intereson sa është lehtësim për një artist të ri të kesh një menaxher tëndin që i menaxhon ndoshta edhe pjesët me cilat nuk duhet të lodhesh ti si artiste, ja për shembull koordinimin e një interviste. Sa është lehtësim për ty
Do me thonë, nuk ke dhimbje koke. Ta vendoj Kjo është kështu, shumë e rëndësishme, nuk ke dhimbje koke, do me thonë, është shumë mirë, më lehtësim shumë i madh që dikush tjetër, do me thonë, një bashkëpunëtor i yti, merret me punët më, do thotë bezdishtshme që koordinimi, jo po do shkojmë këtu, do shkojmë atje, do me thonë ti veç shkon edhe jep më të mirën tënde. Shumë bukur kjo. Cila ka qenë deri tani përvoja më e bukur që ke pas, ndoshta deri tani ftesa që t'jam bërë në për intervista, ndonjë përjetim i bukur i veçantë që e ke pas deri tani? Do e veçoj edhe këtë tonë që e bëre hapjen që the për herë të parë në Maqedoni, do me thonë e vlerësoj shumë, po edhe ka pas edhe momente tjera, do me thonë, mirë po për momentin këtë do e veçoj më shumë. Okej. Sa je selektive në projektet e tua, Era, sa je nga ato artiste që të duhet shumë kohë për të bind që kjo është e duhura, kjo është projekti për mua. Për shembull, te kënga Sus dhe te këngët tjera, të ka ndodhur kjo që në momente ke ndjerë që ky projekt është për ty, sepse shumë nga artistët e njohur tashmë na e kanë thënë, në qoftë se nuk ma thot zemra, nuk më sinjalizon, nuk e marr atë këngë. Po, Me edhe ty unë si jam është kjo njëjtë. pjesë? Po jam edhe më keq se disa herë kemi kemi bërë shumë ndryshime, do me thonë derisa e kom gjetë atë e cila është më perfekte, po prapë sot e këtë ditë unë gjej gabimet që mendoj o desh ta bëj kështu, më mirë ta kisha bërë kështu, mirë po do me thonë gjithmonë kam kritika edhe për veten, edhe për këngët, mirë po është e vërtet ajo që kur e dëgjon për herë të parë, do me thonë e din se kjo është kënga. Sinjali, po. Një farë emocioni. Në shtëpi tashmë Era ka nisur t'ingojnë këngët e tua, si është për ty? Po, në shtëpi ti dëgjoj tashmë je artistja e preferuar e familjes. Po, do me thonë se cilin televizor në shtëpi është kënga ime, do me thonë njëra prej këngëve, do me thonë nga shkoj veç e shoh veten të këthy ose të këndu. Edhe më vjen shumë interesant. Shumë e pabesueshme kur e shoh veten. Unë më i kam gjuajtur disa herë dhe thoma, "Ok, ndale se s'du më." Mirë po, ato e lëshojmë Pa, ta besoj përjetojnë edhe më emocionalisht projektet e tua, sidomos se janë të parat. Me më shumë parat. stres, edhe intervistat, ato kanë më shumë stres se unë. Okej. Era, ishte shumë kënaqësi, unë falenderoj shumë edhe njerë që zgjodhe emisionin ton për të dhënë intervistën tënde të parë në Maqedoni. E uroj shumë që me mbarësi tashmë të kemi gjithandej, deri aty ku është kufiri i ëndrave tua, por shpresoj që mos të kesh kufi, ë? Po, Na përfaqësosh në mënyrën më të bukur dhe më të ndenjë. Është shumë kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia është e ime.